Tregtia online ka njohur një rritje të madhe në 5 vitet e fundit në Shqipëri. Pandemia e ktheu atë në një rutinë të përditshme dhe sot veshjet, aksesorët, por edhe ushqimet po blihen masivisht online. Por gjithë kjo rritje e madhe e blerjeve online po shoqërohet edhe me një informalitet të lartë. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve thotë se në 5 vite blerjet online janë pesëfishuar. Por administrata tatimore në planin e hartuar për formalizimin e këtij tregu pranon faktin se pagesa në dorëzim krijon një hapësirë të konsiderueshme e risku. Transaksioni kryhet në rrugë digjitale, por shlyerja ndodh me para në dorë duke lejuar fshehjen e qarkullimit dhe shmangjen e detyrimeve tatimore. Tatimet kanë identifikuar rreth 2000 subjekte në informalitet. Formalizimi është shumë i thjeshtë, mjafton të jetë vullneti dhe parimisht duhet vetëm të zbatojnë ligjin edhe tatimet, po edhe subjektet. Formalizimi është shumë i thjeshtë përmes postave, ndoshta jo duke goditur postat dhe duke i konsideruar ata si keqbërësit, por duke paralajmëruar çdo subjekt që bën transakcion financiar përmes postës. Pra, kur ti dërgon një pako dhe kur mbrapsht kërkon para mbrapsht, pra kur ka transakcion financiar. Njohës të tregut thonë se deri më sot blerësit online kanë qenë të pambrojtur. Nëse ka një konsumator që ka marrë kuponin tatimor, patjetër ai ka drejt ankohet nëse nuk janë respektuar rregullat bazike, që është ti mund ta kthesh produktin 14 ditë pasi që e blen, pas një justifikim nëse nuk të pëlqen. Nëse nuk e ke përdorur. Por nëse ti nuk e marr asnjë kupon tatimor, të humb edhe e drejta e shërbimit klientit, sepse ti i bër pjesë atij në formalitete. Tatimet do ta nisin aksionin e tyre për formalizimin e tregtisë online përmes ndërgjegjësimit, për të vijuar më pas me njoftime e nxitje dhe verifikime e kontrolle në terren.